Tani në lidhje direkte jemi me Afrodita Zaja, astrologe vedike që ju e njihni. Afrodita, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Tani do të nisi me parashikimin e shenjave? Po, përshëndetje. Atëre parashikimi i shenjave është në fakt për datën 28 gusht. Kjo që do të themi këtu. Javës tjetër, pra, është si thua, fillon eklipsi hënar. Dhe do të themi dhe orarin këtu, nëse dëshirojnë publiku, orarin e eklipsit, domethënë do të marrim pastaj çfarë efektesh jep kjo gjë, si thua, për të gjitha shenjat. Por kemi parasysh që një eklips sjell efekte për 6 muaj pas eklipsit. Eklipsi ndodh me 28 gusht dhe orari në fakt është 3 natës deri në 6 mëngjesit. Kështu që do jemi shumica e njerëzve janë në gjumë në atë kohë. Pra 27 gusht natën, kalon ora 12, bëhet 28 gusht dhe ora 03 deri në 06. Por unë i këshilloj njerëzit që ata që janë të zgjuar, si thuash, zgjuar, nuk po flen gjumë, nuk i këshilloj pra të hanë dhe të pinë në orarin e eklipsit. Madje më i mirë është për gjithë njerëzit deri në orën 9 paradite të mos hahet, të mos pijet. Kemi thënë, edhe ky eklipsi është eklips hënor, edhe është i vështirë, nuk është aq i kollajshëm si eklipsi që kishim para 2 javësh që folëm, eklipsi pra diellor. Eklipsi hënor tani do të ndodhi në shenjën e Ujorit, në një nakshatra sipas astrologjisë vedike, sepse këtu kemi të bëjmë me astrologjinë vedike, dhe që është shumë e saktë, tregon në fakt edhe NASA ose dhe astrologjia perëndimore ose të gjithë të tjerat i marrin orarin e saktë të eklipsit nga astrologjia vedike. Nga vedika e marrin që të gjithë, sepse vetëm njërë ka, nuk ka 100 copë ose 100 orare të ndryshme. Okej, eklipsi hënor do të ndodhi në një nakshatra sipas astrologjisë vedike që quhet Shatabisha, kështu quhet. Edhe kjo nakshatra ose kjo yësi ka një energji dhe e tillë është energjia për gjithë njerëzit në mënyrë kolektive. Kjo energjia e kësaj yësie lidhet me shërimin në fakt, ajo quhet 100 mjekët ose 100 shëruesit. Ka të bëjë gjithashtu dhe me shërimin, gjë që është pozitive, ose me shëndetin, ose përkeqësim, ose dhe shërim fare. Misteret, izolimin, sekretet, fshehtësitë. Pra këto gjëra mund të dalin më tepër në sipërfaqe, sidomos gjatë 28 gushtit. Dhe sigurisht pak më tepër, domethënë mbi këtë eklips, hëna është eklipsi hënor. Hëna përfaqëson mendimet, mendjen, emocionet, paqen e brendshme, gjendjen psikologjike, siguria emocionale. Këto do të lëkunden atë ditë. Pra është eklips i vështirë. Për disa shenja mund të jetë shumë e vështirë. Sigurisht varet, çdo njeri është unik dhe ka horoskopin e vet unik. Në rregull? Varet ku do ke planetet e tij, por në përgjithësi kjo është energjia për të gjithë njerëzit, si thuash. Pra, është një energji që për shembull në gjuhën pak më thjesht, një dyshim i vogël që mund të kesh për shembull atë ditë, rritet, mund të bëhet problem i madh. Pra është një gjë që e zmadhon gjërat, edhe gjërat më të vogla të pakotësit, i zmadhon dhe i bën problem. Në qoftë se neve nuk kemi një balancë mendore, në qoftë se nuk e kuptojmë që është kjo energjia e ditës, atëherë mund të shkojnë gjërat shumë keq. Një mendim negativ mund të prodhojë një mendim tjetër negativ. Në qoftë se thua një fjalë pa jo me të vërtetë, domethënë, sidomos partnerit apo partneret, ajo gjë mund të shndrohet në një debat shumë të keq negativ ose dhe ndarje. Kështu që përpara se të fillojmë me shenjat, e vetmja gjë tjetër që do të thoja për këtë, pra sigurisht për të patur një balancë mendore dhe për të kaluar me sukses, unë i rekomandoj njerëzit që të bëjnë meditimin. Për shembull, unë jam instruktore e meditimit Lotus Ocean dhe aty mësojmë se si arrihet kjo balanca mendore. Është online çdo javë falas nga WhatsAppi, mund të ndjeki njerëzit Afrodita Zaja te rrjetet sociale. Kjo energji e eklipsit është e ngjashme me një eklips që ndodhi po në 27-28 gusht në vitin 2007. Pra është e njëjta energji, do thotë 19 vite më përpara. Kujtoni njerëzit se çfarë ka ndodhur, si thuash, 19 vite më përpara me jetën tuaj? Keni filluar një marrëdhënie të re, keni filluar një punë, diçka e tillë,
ose çfarë ju ka ndodhur, pak a shumë është e njëjta energji, por tani meqense kanë kaluar 19 vjet është kulmi i asaj. Për shembull, nëse ke punuar një punë dhe tani është shpërblimi, arritja kulmi i suksesit, për shembull, ose mbarimi i një projekti të gjatë që ti e ke patur në mendje dhe ke filluar, ose procesi i të njëjtës gjë që ti kishe në 2007-ën. Okay? Dhe përpara se të filloj me shenjat, fjalia e fundit që do them është që hëna në astrologjin vedike janë gjëra shumë të sakta. Në rregull? Hëna që përfaqëson mendimet e tona, përfaqëson gjendjen tonë emocionale, hëna do të jetë e rrethuar nga dy planet, Rahu, që do e mbuloj hënën në një anë, planeti hije që krijon eklipsin, dhe kemi dhe Saturnin tek peshqit retrograde, dhe është pra dhe hëna. Domethënë, hëna ndodhet në dy, si thua, je një njeri ti që ke dy, jo dy armiq, po dy njerëz që po të bëjnë presion, po të bëj këtë, nuk ke liri shumë. Kjo është energjia, edhe në mendimet e tona, në rregull? Atëherë, sipas astrologjisë vedike do t'i marrim ca shenja, të gjithë shenjat me radhë, në rregull? Astrologjia vedike punon me ascendentën, do të thotë që është personalitet, është energjia jote që është më e fuqishme, pra që ke gjithë jetën. Ose njerëzit që kanë shumë planet në dash, ose që kanë hënën në dash, ose që janë pra dashi, okay? Vlen këto gjëra që do them tani. Pra dashi, mund të ndodhë një ndryshim të madh që lidhet me të ardhurat e tuaja, rrethin shoqëror, mund të ketë zhvillime të papritura, disa miq ndoshta mund të largohen, mund të krijoni miqësi të reja. Pra, edhe gjithashtu mënyra se si fitoni para mund t'ju vini ide më të mira, në fakt. Rrethi shoqëror, dëshirat, aspiratat tuaja. Është një periudhë shumë e mirë gjithashtu për të çliruar nga dëshirat që nuk janë të shëndetshme, që nuk sjellin mirëqenie. Sido që t'jetë, në rrjetet sociale duhet keni shumë kujdes, sidomos në 28 gusht, ose 2 ditë para, ose 2 ditë mbrapa, për gjërat që shkruani ose thoni ose publikoni, sepse do të kenë një efekt negativ nëse nuk keni kontroll. Në rregull? Dashët. Sigurisht mund të merrni dhe rezultate pozitive për gjërat që keni punuar me përkushtim, sidomos gjatë këtyre 19 viteve të fundit. Është pra përplotësimi, plus kemi dhe hënën e plot. Këto ishin për dashët. Atëherë ata që janë ascendent Demi. Ata që janë ascendent Demi, ajo që do ndodhi, si thuash, në eklips që do të përqendrohet më shumë është karriera, një ndryshim ndoshta i thellë dhe i madh në karrierën tuaj. Mendoni se çfarë ndodhi 19 vite më parë, ndoshta në atë periudhë filluat një karrierë, punë, tani mund të merrni rezultatet dhe të kohni frytet e punës që keni bërë, pra jo vetëm 19 vite, por këto kohët e fundit sidomos. Mendoni në një mënyrë më të gjerë për karrierën, për hapin e saj të ardhshëm. Pra, më mirë ndoshta një punë më të mirë, një post ose një pra shef apo ku diun, një post më të mirë në punë. Ose gjëra të papritura në karrierë, por edhe puna mund t'ju shkaktoj stres dhe presion të madh. Është dhe kjo mundësia. Trazira emocionale në punë. Mos merrni vendime impulsive për karrierën në këtë periudhë gushti tani, sidomos në fund të saj. Okej? Atëherë Shatabisha lidhet dhe me simbolikën e 100 mjekëve që do të ndodhi eklipsi, pra mund të jetë dhe shërimi në karrierën tuaj. Varet nga planetet që keni sigurisht, por në përgjithësi kjo është për këtë shenjë, demat. Do të vazhdojmë me shenjën e tretë që janë binjakët. Në rregull? Binjakët është energji shumë shpirtërore, spirituale për binjakët, mund të marrin mësime të rëndësishme nga një guru ose takim me një guru, mund të vinë tek meditimi lotusoshëm, kanë mua si guru, nëse dëshirojnë. Mësim është mirë të paktën të kërkojnë ligjet hyjnore të multiversit. Të mësojnë çfarë janë ligjet hyjnore të multiversit dhe se si ti praktikojnë ato do t'i jepte më lumturi. Një gjë tjetër që do t'i preket është përmirësimi i marrëdhënieve me baban, ata që kanë patur një marrëdhënie jo shumë të mirë. Tani është momenti.
është pra shumë e mirë. Ose një papritur, diçka e papritur me babain. Kaloni pra më shumë kohë duke praktikuar dhe gjëra shpirtërore. Në fakt udhëtimet janë të mira, por jo atë ditë 28 gusht, nuk është mirë. Mund të shmangni nëse është e mundur dhe nëse duhet patjetër të udhtoni, sigurisht të udhtoni. Por mos e shikoni qiellin, sidomos në darkë. Meditoni, diskutoni çështje shpirtërore për shpirtin, për a ka çfarë ka ekzistencë pas vdekjes, e këto gjërat, temat janë të mira, ose besimet e vërteta dhe mashtrimet që besimet mund ta ketë sjell. Mëson mbi ligjet hyjnore të multiversit dhe praktikoj ato nëse dëshiron të kesh një jetë më të mirë, pa probleme. Gaforja do të preket shumë dhe ujori bashkë me ujorin. Gaforja do të preket shumë sepse i prek, si thuash, ky eklips shtëpinë e 8 astrologjike. Ndryshime, transformime. Ndryshime dhe transformime goxha të mëdha për ata që janë gafore. Dhe ascendent gafore ose kanë hënën e tyre në gafore, do të ndikojë kjo gjë. Sepse kur vijnë eklipset, sjellin ndryshime të mëdha, ngjarje të papritura, gjëra të fuqishme që nuk ishe përgatitur, ndryshime mund të ketë pra në jetën tuaj të papritura, por nga ana pozitive është që mund të kemi ndonjë trashëgimi ose para që mund të vinë nëpër njerëzve të tjerë, nga bashkëshorti apo ku diun, njerëzit familjarë, mundet, pra është e papritur apo jo. Sigurisht mëso dhe balancën mendore, siç mësojmë tek meditimi Lotus Ocean, mundësisht të përsërisësh ndonjë mantra, unë dua të kem balancë mendore, është mantra. Unë dua lumturi, unë nuk dua të vuaj. Edhe këto janë mantra. Pra, shtëpia 8 astrologjike i preket shumë dhe transformimi i brendshëm mund të ndjejnë pak trysni emocionale gaforet më tepër se sa të tjerët. Plus që është eklips hënor dhe hëna drejton, zotëron pra gaforen, shenjën e gafores dhe do t'ju ndikojë shumë tek juve. Rregull? Mbani qetësinë. Është e mirë për të shkuar në fakt të shkencat ezoterike ose një dituritë që janë pak më sekrete, që nuk i dinit më përpara, është pozitive për ta drejtuar energjinë atë drejtim. Njohja vetvetes, lidhja me universin, dhe do të bëni pyetje, kush jeni juve në të vërtetë? Okej, gafore? Luani. Eklipsi tek luanët hënor, pra mendimet, emocionet dhe këto gjëra do t'i preki, sidomos për luanët, do t'i preki pra partnerin, marrëdhëniet, partneren. Hëna do të ndodhet midis dy planeteve jo shumë të kollajshëm, pra Rahu dhe Saturni, dhe do të ketë një energji pak si të vështirë, kujdes me debatet, sidomos gjatë 28 gushtit, edhe dy ditë para dhe 2 ditë mbrapa, 28 gushtit, duhet keni kujdes me sjelljen ndaj në çift, nëse ata që janë të lidhur. Dhe njerëz nga e kaluara mund të rikthehen. Ishte dashuri apo ishte dashura, mos të surprizohen, sepse është e njëjta energji që ndodhi në vitin 2007, pra njerëzit që keni takuar më përpara. Nëse jeni beqare dhe kërkoni një marrëdhënie, është e mirë, sigurisht, në këtë periudhë për luanët. Por të tregojnë ata që janë të lidhur të kujdes me komunikimin me partnerin gjatë periudhës së eklipsit. Bëni praktika shpirtërore me partnerin, është fantastike. Thoni mantrat të njëjta, mendoni se cilat janë ushqimet më të mira për të gatuar, për të ngrënë bashkë. Dhe njerëzit që janë beqar dhe njerëzit që nuk duan të lidhen, kanë patur eksperienca negative, zhvilloni një lidhje më të lartë me hyjnoren. Me Zotin apo. Domethënë, jo në kuptimin e feve, por të dish të kërkosh, të dish më shumë për të, nëse të intereson. Dhe ajo quhet marrëdhënie. Në fakt është marrëdhënia më supreme. Në anën e kundërt, në fakt, në ujor, në anën e kundërt të ujorit, pra dielli, Mërkuri dhe Ketu ndodhen në shenjën e luanit. Prandaj mënyra se si mendoni, identiteti, personaliteti do t'ju preki luanët. Atëherë mbaruam me luanët, do të shkojmë tek Virgjëresha.
Eklipsi do ndodhin në nakshatrën Shatabisha, siç tham, që do thot 100 mjekët, dhe ajo që do të preket tek Virgjëresha është në fakt shëndeti. Edhe puna e përditshme ose shërbime që bënin ndihmoni njerëzit ose të tjerët ose në punë, puna e përditshme gjithashtu, por edhe shëndeti. Mund të përjetoni zhvillime të rëndësishme në mënyrën si shikoni veten. Por kujdes edhe me pengesat, konfliktet, rutinën që keni. Tani mund ta ndryshoni, nëse keni patur një rutinë të shëndetit duke ëngër hamburgera, sufllaqe, ushqimet, domethënë të pashëndetshme, tani mund të shkoni për shembull drejt ushqimeve vegetariane, gjërat që ju japin më shumë paqe, ushqime shëndeti, duhet keni shumë kujdes, shëndetin. Por edhe ata që kanë përjetuar smundje ose vështirësi, pengesa, në fakt mund të ketë energji shërimi. Edhe kjo është për eklipsin. Pra në një farë mënyrë është dhe pozitive. Për ata që kanë punuar drejt kësaj, janë marrë me shëndetin, në mënyrë që dëshirojnë shumë që të shërohen, domethënë janë atë drejtim. Pra ka një energji shëruese, është shumë e mirë, gjithashtu. Ose njerëzit që nuk kanë asgjë, mund të ndodhë një transformim i madh në mënyrën se si kujdesen për shëndetin ose në gjë do marrin vesh për shëndetin e tyre. Rojt isha i qartë? Atëherë ata që janë ascendent peshorja. Peshorjet, marrëdhënia me fëmijët, me partnerin romantik mund të ndryshojë. Mirë është që mos të marrin vendime të nxituara impulsive. Sidomos njerëzit që shpenzojnë lek për japin shpenzimet ose investimet spekulative. Mos bëni kështu gjërash, në fund të mos shpenzoni gjëra koti që mendoni se do të fitoni, sepse nuk besoj se do fitoni. Okej, do të kemi kujdes me shpenzimet dhe me lidhjen tuaj me fëmijët. Jeni pak më të durueshëm, do të keni shumë qetësi, sidomos në 28 gusht dhe 2 ditë para dhe mbrapa. Gjëja më e mirë që mund të bëni në fakt është përdorni këtë energjinë tuaj, peshorët, për krijuar diçka. Nëse jeni prindër, kaloni më shumë kohë me fëmijët, dhe një gjë tjetër për ju peshorët është shumë pozitive të përsërisni të thoni mantra nga qendra e gojës. Sepse do t'ju preket pra e folura në kuptimin e thëna të vërteta që quhen parimet e pastra. Për shembull mund të përsërisni mantrat gjatë eklipsit ose atë ditë atë darkë, atë mbrëmje, kur është eklipsi, ose në paradita në mëngjes, asnjë qenie nuk mund të pushtojë një qenie tjetër. Çdo veprim ka një pasojë. Unë i dua vetes të mirën. Ti përsërisin këto një 10 herë apo 20 herë, do të ishte shumë pozitive. Dhe një gjë e fundit për peshorët, nëse pra, kjo energji është dhe shërimit, ose 100 mjekët, pra mund të ndihmojnë që të shërojnë marrëdhëniet me fëmijët, nëse keni patur shumë të mirë, është lëkundur dhe marrëdhënie me partnerin romantik. Pra partneri romantik, jo burrin dhe gruan, të dashurën ose diçka e tillë. Ata që kanë, domethënë, që janë në lidhje me partneren romantike o gjëra të tilla. Ata që janë akrepi, në rregull? Ascendent akrepi në këtë eklips zhvillohet më shumë, energjia si thua çështjet familjare, marrëdhënia me nënën, banesë, mund të lëvizin banesë ose gjëra të tilla me banesë ose ndryshime gjëra në banesë, dhe do të mendojnë pra më tepër për lumturinë e brendshme. Mendojnë se çfarë ndryshime që ndodhen atyre në vitin 2007, a blet një shtëpi, a ndodhi diçka e re në familjen tuaj, apo në marrëdhëniet me ndonjë familjar. Ky eklips mund të sjellë rezultate pra në lidhje me këto gjëra. Për më mirë është kulmi. Sigurisht praktika më e mirë është meditimi dhe brenda në shtëpi. Është shumë e mirë pozitive për juve. Ata që janë ascendent shigjetari. Shtëpia e tretë astrologjike e tyre preket në këtë eklips. Udhëtimet e shkurtra janë pozitive, mbajtjet e brenda qytetit ku banojnë ose vendit ku banojnë janë pozitive, por nëse janë stresuese, duhet t'regoni kujdesshëm dhe të mos krijoni debate. Edhe nëse vjen një energji
që doni të derdhni mendimet e tuaja, domethënë mos u zini me njerëzit në komunikimi, sidomos dhe me vëllezërit, motrat dhe njerëzit e afërt. Mund të irritohet më shumë gjatë eklipsit. Këshilla që do t'i tregoja është më tepër është të dëgjojnë muzikë, ose ata që luajnë ndonjë instrument muzikor, është shumë pozitive, t'i përdorin duart për këtë gjë, është shëruese në kuptimin e energji shëruese nëpërmjet muzikës, artit, shkrimit, masazh me duart. Në rregull? Ata që janë ascendent Britësjapi. Ata që janë ascendent Britësjapi, energjia që do të preket më tepër gjatë eklipsit dhe duhet kenë pra më shumë kujdes është e folura dhe zëri, por edhe pasuria familjare. Financat, mënyra të ushqyerit, mund të korrni frytet dhe rezultatet e punës që keni bërë gjatë 19 vitet e fundit në këtë. Si thua, është mbyllja këtyre çështjeve. Por kujdes çfarë flisni atë ditë. Britësjapi, sepse mund të thoni gjëra që mund të lëndoni të tjerët, sidomos njerëzit e familjes, ose mund të lëkundet financat ose pasuria juaj në lidhje me pasuria familjare. Ky eklips mund të trondit ndjeshëm botën tuaj profesionale gjithashtu, por mund të sillë edhe mundësi të reja. Nëse keni patur probleme ose sfida familjare, tani është në fakt edhe një moment për t'i shëruar ato. Nëpërmjet të folurit publik, në qoftë se keni njerëz që flisni, domethënë publik, gjatë eklipsit, kujdes çfarë thoni, sepse mund të jetë shumë pasoja negative, gjëra që nuk e kishit me vërtet, mund të merren shumë negative tek të tjerët. Përsëritja e mantrave sjell pozitivitet, sigurisht. Ujori. Ujori do të preket shumë në këtë javë të fundit, pra gjatë eklipsit hënor, sepse eklipsi hënor ndodh në ujor. Dhe në ujor ndodhet planeti Rahu, planeti hije, që i del përpara hënës dhe mbulon hënën, e han hënën, si thuash. Dhe në shumë mitologji kjo duket, për shembull tek neve, pellazgët, mitologjia e ujkut që han hënën ose dhe diellin. Është pikërisht pra ky planeti, Rahu ose Ketu në përgjithësi. Po në këtë rast, në 28 gusht, është planeti Rahu që i del përpara hënës. Dhe pikërisht ndodh në ujor. Pra juve që jeni ujori, shumë do ndjeni presion të fortë emocional gjatë eklipsit 28 gusht, por edhe 2 ditë para dhe 2 ditë mbrapa. Sepse eklipsi ndodhet pra në shenjën tuaj, por mund të sjellë një proces të fuqishëm vetëshërimi. Mendojini veten si shërues, ose mund të shëroni ndonjë tjetër. Për gjithë ata që kanë hënën e tyre në ujor, vlen kjo gjëja gjithashtu. Mund të ngrejnë vetbesimin në një nivel tjetër, ose vetbesimi do t'i bie fare. Kështu që kujdesuni për trupin fizik, shëndetin, imunitetin tuaj. Por shatabisha është pra 100 mjekët mund të sjellë dhe mundësi për shërim, për mirësim të shëndetit. Ndoshta. Pra ujorët do ta kenë më të vështirë në këtë eklips. Marrim të shenjën e fundit fare? Peshqit. Klea, ku je moj? Për peshqit, edhe për peshqit nuk është shumë e kollajshme, do të thoja një stres i fort emocional. Ta kenë parasysh me datën 28, qoftë janë ascendent peshqit, ose kanë shenjën e peshqit, ose hëna e tyre është tek peshqit, të mos tronditen atë ditë. Sidomos do kenë probleme me gjumin, në fakt. Në qoftë se nuk flenë gjumë, mirë është për kësaj gjë. Dhe në fakt unë njoh shumë njerëz që e kanë pak a shumë hënën dhe rahun në shtëpinë e tyre të gjumit, dhe e rëndësishme është që të kenë, pra do të kenë mantra para se të flenë gjumë, do të kenë një qetësi shumë të madhe, edhe këshilla të tjera. Në rregull, por mund ta ndjejnë veten peshqit sikur duan të rinë vetëm, nuk duan të merren me tjerët. Patjetër peshqit unë rekomandoj meditimin Lotus Ocean për qetësimin e tyre të brendshëm. Por edhe puna që kanë bërë gjatë këtyre 19 vitet e fundit
mund të sjellë rezultate konkrete. Tani, një kapitull të ri gjithashtu. Dhe me njerëzit të huaj, udhëtimet për jashtë shtetit ose takime me njerëzit të huaj mund të acarohet ose mund të shërohet. Por do të përqendrohen tek nënvetëdia e tyre. Në rregull, këto ishin shenjat? Këto ishin shenjat. Afërdita, të falenderoj shumë që je pjesë e emisionit Vibe çdo javë dhe kam kënaqësinë që të jem çdo javë me ty dhe këto informacione dhe këto parashikime kaq të vërteta dhe të vlefshme për të gjithë publikun dhe të gjithë shenjat. Të falenderoj pafund. Kënaqësi dhe për mua, do të shihemi me tema të tjera interesante Patjetër. Shumë faleminderit. Përpafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.